Vendimi për të sjellë në jetë një fëmijë duket se nuk është aq i thjeshtë, është përgjegjësia më e madhe që mund të marrë një njeri. Kjo përgjegjësi bëhet edhe më e ndërlikuar për shkak të kushteve sociale, ekonomike dhe institucionale me të cilat përballen prindërit dhe kryesisht familjet e reja. Ajo çka e vështirëson akoma më shumë është rënditja e disa faktorëve socio-ekonomik, të cilët janë thelbësor në jetën e secilit prej nesh, aq më tepër të një çifti të ri që zgjedh të zgjerojë familjen. Sa i takon aspektit ekonomik, gjendja ekonomike e shumë familjeve shqiptare është e brisht. Papunësia, pagat e ulta dhe kostot në rritje të jetesës e bëjnë të vështirë rritjen e një fëmije në mënyrë dinjitoze. Ndonjëherë nuk mjafton vetëm dashuria për të rritur një fëmijë, pasi ai ka nevojë për përkujdesje, arsim, shërbime mjekësore apo edhe argëtim. Gjithashtu, për të rritur një fëmijë në mënyrën dhe formën e duhur, një rol shumë të rëndësishëm luan edhe edukimi prindëror. Shumë të rinj në Shqipëri nuk janë të përgatitur nga ana psikologjike apo emocionale për të qenë prindër. Të sjellësh në jetë një fëmijë nuk është thjesht një çështje biologjike, por kërkon maturi, stabilitet dhe vetdije të thellë për përgjegjësinë që vjen më pas, veçanërisht kur merr parasysh disa faktorë të rëndësishëm për mirëqenien e tij. Një shprehje e urtë thotë: çdo fëmijë që vjen në jetë ka fatin e tij. Megjithatë, në kohët në të cilat jetojmë, duket se vetëm fati nuk mjafton. E të njëjtin opinion ndan edhe gazetarja dhe moderatorja e njohur Alba Alishani, e cila ka deklaruar hapur mendimin e saj kritik, teksa shprehur se çdo vendim për të sjellë në jetë një fëmijë në Shqipëri duhet të mendohet mirë, pasi vendi nuk ofron kushtet e duhura për rritjen e tyre. Komente të shumta kanë pushtuar rrjetin, disa duke e konsideruar të drejtë qasjen e saj e disa të tjerë të gabuar, duke u cekur çështje mjaft të ndjeshme, siç janë pasiguria ushqimore, habitati në të cilin jetojmë, shoqëria e shumë të tjera. Sjellja në jetë e një fëmije duket se është një çështje e cila të vendos përpara dilemave. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. E nisëm kështu programin me këtë material i cili tregon në fakt për vështirësitë që hasim her pas here ndoshta në brezi i ri për të krijuar familje. Dhe në fakt e kemi nisur nga ato komentet që shpesh herë vinë në rrjet duke konsideruar brezin e ri si mjaft egoist. Dhe kjo vjen pikërisht për ato që ata ndonjëherë konsiderojnë edhe si vështirësi socio-ekonomike, por nga ana tjetër edhe për angazhimin që duan të kenë në karrierë. Për këtë do të flasim ditën e sotme. Jemi me gazetaren Klesiana Omeri. Klesit, falenderoj shumë që je këtu, ti je një nënë e re, kështu që do na tregosh pak se si ka qenë kjo periudhë për ty. Falenderoj shumë. Patjetër, Brigena, faleminderit shumë për ftesën, shumë kënaqësi. Alba Alishani, gazetare moderatore, mirë se vjen, Alba. Falenderoj. Faleminderit për ftesën. Ne ndoshëm pak ato që është komenti yt për atë çfarë po ndodh me brezin e ri që duan sjellin në jetë një fëmijë, nuk është e lehtë në Shqipëri, po do na tregosh vetëm pas pak. Mirë se vjen, është kënaqësi gjithmonë të të kem në studio. Entela Idri është eksperte çështjeve sociale. Entela, mirë se vjen, falenderoj që je në vizionin e pasdites. Kënaqësi. Sara Wakely është pastore, mirë se vjen, Sara, të falenderoj. Është kënaqësi t'ju kem për të ndarë këtë bisedë e cila lidhet në fakt me brezin e ri, me vështirësinë që po krijojnë gjithmonë më shumë për të patur një familje. Unë po e nis pak me Klesin, e cila është rikthyer në punë vetëm pak muaj pasi u bë mami, dhe besoj që kjo është një formë për të qenë altruiste, për të mos menduar vetëm për vete, por për familje, në të mirë të familjes, apo jo, Klesi? Apo të kanë quajtur egoiste edhe në këtë rast kur je kthyer në punë? Me thënë të drejtën, më shumë për faktin që jam kthyer herët, nuk e kam plotësuar të plot lejen e lindjes, por kam përshtypjen se është një diçka që mund të trajtohet në bazë edhe të rrethanave apo eksperiencës që secili person ka. Por ajo çfarë mund të them me siguri është që shumë perceptime që mund të kesh pasur para se të kesh një fëmijë ndryshojnë katërcipërisht pasi ke një fëmijë. Si po i përjeton ti këto muaj, sepse ne jemi edhe në periudhën postpartum. Po. Kanë qenë shumë intensive, patjetër, të gjitha emocionet i kanë pasur të përfshira, edhe kur mendon se nuk ke asnjë arsye për të mërzitur apo për të kaluar atë pjesën e famshme të postpartum, patjetër që do gjendet një arsye. Janë shumë ndryshime që ndodhin në jetën e një njeriu me ardhjen e një fëmije, por që nëse ke mbështetjen e duhur familjare apo edhe ndërgjegjen e plot për gjithçka që po ndodh në jetën tënde dhe ndryshimin që ka sjell një fëmijë i dëshiruar, patjetër që mund të arrihet gjithçka. Por shoqëruar me shumë sfida, se nuk mund t'i mohojmë. Unë përfitova
para se ne thudeshim në transmetim të përgëzoja për atë që ka qenë një forcë e jashtëzakonshme e jotja për të mbajtur atë balancën mes jetës familjare, por edhe karrierës, po përfitoj ta bëj edhe publikisht sepse në fakt besoj që të gjitha vajzat të cilat rikthehen në punë, mbi të gjitha në një periudhë që është e vështirë se ndryshon, siç e the edhe ti, katërcipërisht jeta, dhe mëmësia besoj që nuk është një proces i lehtë, kështu që ti ke bërë edhe një punë profesionale të jashtëzakonshme për gjatë këtyre muajve, kështu që është për tu vlerësuar. Alba, ti e sheh si të vështirë cilësh në jetë një fëmijë në Shqipëri. Nga çfarë ndikohesh? Çfarë të ka bërë ty të arsyetosh dhe të artikulosh atë mendim tënd? Është bërë stimul një deklaratë imja në një televizion tjetër, në një intervistë dhe panel krek tjetër, që në fakt nuk ishte atë argument kryesor bisede, por kjo ishte produkti bisedës në tërësi. Isha ftuar për shkaqe profesionale në kohë fushate elektorale, kur po diskutonim për mjedisin tonë socio-ekonomik, siç e nisëm edhe sot bisedën, dhe unë ndër të tjera thash dhe këtë, por e kisha kryesisht tek pasiguria ushqimore katalizatorin e bisedës, e më pas deklarata sigurisht që në disa raste u transformua, në disa raste u keq interpretua, në disa raste të tjera u përdor dhe u instrumentalizua, megjithatë unë I qëndroj pas edhe vazhdoj të besoj fort që nuk është e thjeshtë të sjellësh në jetë një fëmijë në Shqipëri. Po të them që kisha një morritje jashtëzakonshme mesazhesh në momentin që u bë deklarata, sepse deklarata u kthye në lajm dhe lajmet zakonisht keq përdoren për shkak të titujve. Dhe statistikisht thuhet që 70% e njerëzve lexojnë vetëm titullin dhe të prirur nga leximi I titullit dhe interpretimi I lajmit mbas të tij, mua më vinin në rrjetet e mia sociale, po edhe në telefonin tim celular, po të them për shumë kohë të gjatë, me 10 e qindra mesazhe që nuk po them që më sollën një klim shumë pozitiviste. Dhe ndoshta një prej arsyeve se pse pranova sërish të flas mbi këtë temë është ndoshta për kthyer një përgjigje më shtruese dhe më gjenerale në këtë drejtim. Nuk dua të përdor etiketat, por di të them që e kam edhe si një lloj apeli dhe një lloj mesazhi, si shoqëri, si mentalitet, si njerëz, si komunitet, duhet jemi pak më të përmbajtur, pak më të kujdesshëm kur flasim, kur komentojmë, kur japim këshilla, kur konsultojmë dikë, kur I shkruajmë dikujt një mesazh. Unë e kuptoj që rrjetet sociale realisht janë bërë një arenë me dyert të hapura për çdo. Kushdo beson që ka mjaftueshëm mend, inteligjencë, mençuri, sepse janë të ndryshme, prandaj po I përmend të gjitha, dhe ka aksesin të të afrohet lehtësisht, por kjo nuk do të thotë që mund të peshoj, mund të lëndoj, mund të intimidoj, ose ka të drejtën të pozicionoj pa e ditur se si, ku e tek je. Po e them këtë edhe për qindra e dhjetra vajza të tjera që besoj se përballen me intimidimet të kësaj natyre në rrjetet sociale dhe jo vetëm për veten, sepse mua nuk më ka ndryshuar diçka në mënyrën e jetesës, madje as në atë çfarë unë mendoj, sepse ka njerëz që ndryshe nga unë mund të kenë situatë komplekse se pse nuk sjellin në jetë një fëmijë, kushte pamundësie, kushte biologjike, shëndetësore, familjare, pamundësi ekonomike dhe financiare reale me të cilat nuk përballen dot, pra është një prag I pakapërsyeshëm për momentin për ta. Kam dëgjuar kaq shpesh nga shqiptarët frazën e rrit Zoti, sa e kam të pamundur ta pranoj që fëmijët I rrit ka vetëm Zoti. Jo, fëmijët, lulet, familja, martesa janë disa momente që duan një lloj ushqimi, një lloj karburanti, një lloj ujitje, si këto lulet këtu, që të rriten, të lulëzojnë dhe të kenë produkt mirë. Kështu që apeli im para se të shkoj tek tema është për një lloj maturie dhe kujdesi me njerëzit. Pavarësisht se sot janë rrjetet e portat e hapura kudo, rrjetet tona sociale janë në shërbim të njerëzve, unë komunikoj, respektoj dhe vërtet I konsideroj të gjithë ata që më shkruajnë çdo ditë, sepse ne jemi njerëz që ekspozohemi në ekran, por gjithsesi edhe ne nuk jemi të pathyeshëm, edhe ne nuk jemi robotik, nuk jemi qenie të paprekshme. Pse e them këtë? Një pjesë e mirë e mesazheve të atij momenti më thoshin që po hiq dorë nga karriera. Nuk të ka thënë njëri të shpenzosh kohën në ekrane. Kryesisht merreshin me egoizmin tim profesional, çka nuk qëndron as pak nëse unë do të rri do ta ezauroj temën. Ata nuk I dinin kriteret e mia shëndetësore ose kam një partner unë për ta sjellë në jetë këtë fëmijë apo jo. Shumica e tyre më thoshin gjeni justifikime sepse nuk ke partnerin, nuk pas ka burr për mua. Që është një tjetër absurditet. Unë mund të mos e kem, por ndoshta burr për të sjellë një jetë një fëmijë të denj do duhet kishte. Pra asnjëra prej këtyre arsyeve nuk vlente. E thash vështërsinë e sjellit fëmijë në jetë sepse unë mendoj realisht që siguria ushqimore në këtë vend është një cënim I drejt për drejt në jetën e secilit prej nesh. Unë kur shoh 7.8 ton mish pule me salmonel, që besoj se është një prej produkteve me cilat secili prej jush që ka fëmijë, por edhe ne ushqehemi dhe është një prej produkteve bazë të cilave I referohemi në kulinari, të cilat vinë dhe konfiskohen,
dhe një pjesë e mirë e tyre fatkeqësisht nuk arrin as konfiskohet sepse e merr tregu e shet, më pas ngrihet alarmi dhe identifikohet, unë kam frikë. Unë kam frikë dhe për veten dhe nuk është as pak e habitshme dhe nuk kam asnjë lloj turpi të them që kam frikë ta konsumoj dhe mendoj, imagjinoje qumshti me aflatoksin, që është kancerogjene dhe ka, po e lexoja dhe ishte më mirë mos ta lexoja, jo vetëm në këtë moment, për momentin kur u konfiskua, që pjesa e konsiderueshme 80% ishte shitur në treg dhe vetëm 20 kishte arritur të konfiskohej dhe mendova sa fëmijë kanë pirë atë qumësht me aflatoksin. A do doja unë që ta dija që fëmija ime ka pirë atë qumësht? Po ato lule shtrydhe të cilat kishin ardhur mbi 5 ton në 4 dërgesa dhe nuk po flas për periudhë të gjatë para kohe ose nuk po i kthejmë historisë, bëhet fjalë për muajt mars, prill, maj. Tani janë 4 dërgesa mbi 5 ton në mos gaboj dhe asgjë Brikena nuk ishte arritur të sekuestrohej. Asgjë prej tyre nuk ishte tërhequr nga tregu, sepse në momentin që u dha alarmi SOS e më pas u identifikua që ngarkesat ishin futur nga porti i Durrësit në territorin e Shqipërisë, gjithçka nga këto lule shtrydhe të ardhura nga Greqia, si vend origjine nëse unë jam me sakt, me pesticide ishte shitur. Fëmijët tuaj, prindërit tanë, gjyshrit e tu, kushdo qoftë i ka konsumuar ato. Pa më thoni ju mua, e keni të lehtë ta mendoni që fëmija, ajo që një aq e pafajshme, ngjëllore, që t'i sjell në jetë, bën kaq shumë sakrifica, për mua fëmija është qeliza më e shenjtë që del nga trupi yt edhe që ti do ta kesh gjithë jetën si të tillë, shenjtë të ri e quaj unë, për mua është nga pikat më të dobta, ndonse nuk e kam, më duket sikur e kam të jetuar, kaq të shenjtë e konsideroj, a mund ta pranoj unë që kur shkoj në market nuk kam asnjë lloj sigurie për elementin bazë për qumshtin. Kisha dhe nga ato mesazhe Brikena që më thoshin, po që është ky egoizëm, shqetësohesh për trupin, ushqej me qumshtin tënd. Me qumshtin tim nuk e ushqej dot pafundësisht atë fëmijë. Ka një interval kohor kur mund t'ja jepësh qumshtin tënd, për aq sa i fëmijë përthith vitaminat e tua që Klesi tani e di më mirë se unë, po për shkak të dëshirës dhe për shkak të punës më është dashur të lexoj dhe kam të. E pastaj Entelin që po të konfirmonte gjitha deklaratat që po jepje, Entel e sheh si Alba, pra se ka edhe komente, ka edhe njerëz që e disa mirë që është bërë këtë diskutim, se unë kam lexuar deklaratën përpara se të tirem në emision. Edhe kemi lexuar në fillimisht titull, po duke qenë që jemi profesioniste, pra unë kam punuar 12 vite gazetare, e di trukun e gazetarisë dhe hydhe në lajm. Edhe thash këtu ka diçka vërtet që nuk shkon, sepse ti ke ngritur problematika, por ata vetëm problematikat i kanë lënë në fund të lajmit dhe nuk është kjo. Unë mendoj që ka mënyra alternative. Kur ishte Covidi, unë kam qenë gazetare dhe kam qenë në punë, po familjarët ishin në shtëpi, dhe filluam të gërmonim jo vazot e oborrit, jo vazot e saksive, vum nga ato domatet qershi, vum ka stravesa dhe filluam të edukohemi, që nëse ti ke ka shumë merazhe, fillo ti mbjellësh gjërat që ti don. Dhe ti kujdesesh se ke mundësi të kujdesesh, do thuash ti unë nuk kam shtëpi private, të gjithë balkonin mbille, bëj vazo. Ata njerëz që e mbjellin nuk është se e bëjnë nga dëshira madhe për të punuar, e bëjnë nga dëshira që fëmia të hajë diçka të shëndetshme. Për zgjidhi tregu fshatar, kse unit e tregu vendas, sepse ka njerëz të cilët, nëse ti i thua që unë do të blej te ty të sigurojnë që të sillin produkt mirë ty. Edhe po të shkosh te fshatarët ka një problem, edhe të them me bindje plot se e kam parë vet. Ka një ser për tregun e gjerë dhe një ser për klientët. Kur nuk i hedhin për besimin e munguar në këtë rast edhe tek ai fshatari. Jo, e kanë me 2 sera dhe aty kanë ta klientët që vërtet janë të rregullt. Këtu është problem. Edhe kjo është problem. Sepse ne nuk kemi kontrollin e konsumatorit, nuk e kemi institucion funksional. Megjithatë, nëse nëna tona do ishin trembur për ne, sepse ka qenë një fukarellik i jashtëzakonshëm, ne nuk do ishim jetë. Nëna tona kanë qenë më të sigurta. Jo në lidhje me produktet. Jo në lidhje me produktet. Ka qenë një varfëri e tërësishme e të gjithë shoqërisë. Dhe unë e mbaj mend që kur ne hanim bukë me diçka sipër ishte luks. I vetmi vakt që ti mund të hajesh të plot ishte dreka. Shushu që ishim në përkopshte, sepse aty ushqeshim dhe ishte... Tani, vetëm unë e kam kaluar këtë, apo i mbani më ndonjëra nga ju? Që lyeni me pak vaj ullirë, me pak kryp, dhe ishte lumëturi, po të kishte domate dhe djathë, ishte luks. Dhe nëna tona nuk u trëmë për të nasjel në jetë, sepse dashuria e një qënje, dhe ato do më kujtosh kur ta provosh, dhe do e provosh. Dashuria një nënë kur mban qënjen e vetë në dorë, i vetëm është lumturi, por ti gjithë potencialin tënd intelektual që ti si femër ke, do e derdhësh aty. Dhe ti duhet mendosh një gjë që në këtë shoqëri, po shumë njerëz cilët nuk kanë çfarë japin shoqërisë. Dhe ti duhet
Sa mendosh? Ndoshta nuk I mendojnë ai shumë gjëra. Jo, por duhet të mbyllet një person që është kaq I formuar të lëri gjurmë në këtë botë, se ne do ikim, se cila nga ne do ikim. E vetëm nga gjurmë e prodhimit intelektual që ne kemi bërë si qenie, është ajo gjurmë që ne lëm pra pasardhës, të cilët shtojnë të mirën, shtojnë dijen. Unë bindur për diçka, të gjitha siç jemi këtu, jemi vajza, jemi gra dhe të gjitha jam e bindur, jam pro familjes, jam pro sjelljes në jetë të një fëmie, pastaj vështirësitë ndarë, nuk e di si është shtare të eksistenciale, janë të qëndrueshme, të qëndësishme. Nuk kemi çaj hedhim, nuk I heqim dot një presje ekzistencës së një shqetësimi. Por nga ana tjetër thjesht një nën që vërtet shqetësohet gjen mënyra alternative. Për ta gjetur atë produktin e mirë, për ta gjetur mundësinë që fëmia të rritet në një habitat shëndetshëm. Unë nuk jam pro çuarjes së pa gjykuar, çuarjes së fëmijëve në kofshë dhe në çerdhe në mosha shumë të vogla. Pse? Sepse fëmia ndërton personalitetin dhe ndërton integritetin e vet si qenie në moshën 0-3 vjeç, frikrat, trëm frikrat. Dhe vetëm mënyrë që fëmia të trëmi frikat është të rritet brenda habitatit, socializimi, jo po socializimi, janë teori të dala në modernizëm, që qenia të dali shpejt në jetë, që të bëhet një 18 vjeçar që e hedh në rrugë është I pavarur, dhe pastaj kur ti bëhesh plak ai nuk do t'ja di për ty se ti e ke edhe në momentet më të vështira. Fëmia 18 vjeç ka më shumë nevojë për ty se po formohet dhe po ndërtohet si personalitet është në universitet, ka nevojë për mbështetje financiare, ka nevojë për ne kemi bërë gjithë universitetet, dim sa e vështirë ka qenë periudha e sezoneve të provimeve, po mos të kisha mamin, unë gjithmonë do isha në gjendje depresione. Falesht edhe risku pastaj që të shkosh 30 vjeç dhe të varesh ende nga prindrit. Dhe më mirë të varesh nga prindrit se të varesh nga shoqëria që nuk janë ndjen fare për ty. Po pak edhe mendimin e Sarës. Sara, si e shet ti këtë diskutim, edhe se sa frikë realisht kanë të rinë sot. Shumë interesant që ju flisni për këtë, sepse unë në fakt në përgatitje isha duke menduar për një temë çik më të gjerë si sociologjiste, që në këtë kohë që ne jemi kudo në botë tani, civilizimi është duke ndryshuar, edhe njerëz kudo janë duke bërë më pak fëmijë. Si mund të përbaloj Shqipëria me këtë problem që ne kemi shumë pak fëmijë edhe kemi shumë pleqt? Kush do të mbajnë ata pleqt? Kush do të kujdeset? Është bërë një krizë shumë e madhe në Kinë. Është bërë një krizë shumë e madhe në shumë vendet e botës, edhe si të përbalojmë me këtë. Mirë, okay, unë e kuptoj ata shqetësime që keni për shëndetin, por gjithashtu, nëse ne shohim çik më larg, për shembull, le të shohim në Hungari. Në Hungari, ata kanë kuptuar që kishin një krizë me mungesë lindje, brez I ri, edhe ata kanë bërë një stimulim financiar. Qeveria ka bërë. Tani, një dëgjoj këtë, sepse është shumë interesante dhe mendoj që mund të ketë vlerë edhe në Shqipëri. Një çift që martohen mund të marrin një borxh nga një kredi nga qeveria, 25.000 euro për të nisë familjen. Nëse ata lindin 3 fëmijët, borxh është shlyer, kredi është shlyer komplet. Ata nuk kërkojnë një shpërblim. Edhe gratë, nëse pra kredia falet momentin që ti e shton familje. I përmbush kushtet. Që ke bërë 3 fëmijë. Nëse bëni 4 fëmijët në Hungari, pastaj shpërblim tjetër. Tani, një grua që don të kthe në punë, nëse kanë gjyshërit të mbajnë fëmijët, gjyshërit janë paguar nga qeveria të mbajnë fëmijët. Që grua mund të rikthehet se problemi kryesor që kanë prindrit të rinj, duan karrierën, por duan dhe të punojnë normalisht, nuk din ku të lënë foshnjën. Pra, gjithë ata problemat financiar, edhe gjithë ata gjëra të tjera përveç se ushqimit, janë përfshirë në Hungari. Edhe janë një shembull, janë një monster për ne në Shqipëri. Pra ndoshta qeveria shqiptare mund të mendojë, mund të konsideroj për një ndërhyrje. Politika sociale më të mirë. Mirë, ne do flasim pas publicitetit sërish, do mundohemi të kuptojmë edhe në atë pikë se si ja bëjnë prindrit e rinj për ato që mund të jenë shqetësime që Alba i shtroi, por që edhe ekzistojnë sa I takon edhe faktorëve të tjerë që kanë të bëjnë me anën sociale, ekonomike, po ashtu rritja e tyre në momentin që I rikthehen punës. Menjëherë pas publicitetit.